Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për mediat ka hedhur akuza të forta ndaj procesit zgjedhor të 11 majit, duke cilësuar atë si farsën më të turpshme të 32 viteve pluralizëm dhe në kundërshtim me standardet ndërkombëtare dhe kushtetuese. Të dashur qytetar dhe qytetare, zgjedhjet nuk kishin. Kjo ishte një farsë e turpshme elektorale, më turpshmja në historinë 32 vjeçare të pluralizmit në Shqipëri. Në këto zgjedhje, si kur më parë, shteti i tërë doli lakurisht në shëmtin e tij kundër qytetarëve, për të bërë presione nga më të ndryshme, përdori të gjitha mjetet e tij, përdori nënpunësit e tij të panërgjegjshëm kriminal elektoral, për forma nga më të ndryshme presioni. Ndaj të dashur qytetar, dijeni se me 11 maj ka ndodhur një gjë më madhe për demokracinë shqiptare. Referohuni këtij dokumenti ndërkombëtar, dokumentit të Kopenhagenit, i detyrueshëm për çdo vend demokratik që zhvillon zgjedhje dhe zgjedh qeverinë me votë të qytetarëve. Edi Rama nuk zhvillon zgjedhje, zhvillon farsë.